Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Kryeministri Albin Kurti vlerësoi se shkak për gjendjen e krijuar në Kuvendin e Kosovës është frika e opozitës për të bashkëqeverisur, pas vënies së gur themelit të objekteve për banim të përballueshëm dhe social në Gjilan. Shefi i qeverisë tha se nuk është e lehtë të analizojmë frikën e opozitës. Është punë për analist, unë kryeministër, vazhdojmë tutje ose vetvendosje vazhdon tutje, tha Albin Kurti. Një ditë më parë, shefi i qeverisë dërgoi letrën për bashkëqeverisje me LDK-n me synim krijimin e shumicës parlamentare. Eksponentë e LDK-s vlerësojnë se është kryetari që ka ekskluzivitetin për të ndërtuar marrëdhëniet me kreun e vetvendosjes Albin Kurti. Deputeti i LDK-s, Hykmet Bajrami, tha se partia e saj ka një qëndrim të formësuar sa i përket bashkëpunimit me lëvizjen vetvendosje. Letra ju ka drejtuar kryetarit, kryetari sigurisht që vetë do të përgjigjet në letër dhe ai ka ekskluzivitetin që t'ju tregoj edhe juve se çfarë do të thotë për letrën. Ajo tha se nuk janë në pritje të një letre për të përcaktuar pozicionimin e tyre. Lidhja Demokratike e Kosovës ka tashmë një qëndrim të formësuar sa i përket bashkëpunimit me lëvizjen vetvendosje. Ne s'kemi qenë duke prit letër në mënyrë që ta bëjmë qëndrimin, domethënë ne kemi qëndrim. Tha Hykmet Bajrami. SPAK bën me dije bilancin e krimeve të dyshuara zgjedhore deri më 5 maj. Në total janë marrë 115 kallëzime nga partitë politike, referime nga Policia e Shtetit, denoncime nga platforma online ose nga vetë struktura e posaçme antikorrupsion. Prej tyre SPAK njofton se në 35 raste regjistroi 115 materiale kallëzuese ku përfshihen kallëzime nga subjekte politike, referime nga Policia e Shtetit, regjistrime nga SPAK, denoncime nga platforma online, nga qytetarët dhe materialet kallëzuese nga subjektet politike. Bota. Presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen ka bërë një ftesë të drejtë për drejtë për shkencëtarët amerikanë që ndihen të kërcënuar nga politika në vendin e tyre të zhvendosin punën në Bashkimin Evropian. Ajo ofroi mbështetje konkrete duke përfshirë financim, kontrata më afatgjata dhe më pak burokraci për ulëmtuesit. Më shumë se kur ne duhet të mbrojmë shkencën, një shkencë që është universale, e ndarë nga i gjithë njerëzimi dhe që na bashkon, deklaroi von der Leyen në një fjalim të mbajtur në Universitetin La Sorbonne në Paris. Administrata Trump ndërmerr hapa për të bllokuar financimin e ri federal për Universitetin e Harvardit, duke akuzuar për mos respektim të ligjit federal. Sekretari i Arsimit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Linda McMahon, njoftoi presidentin e Harvardit, Allen Gerber, për vendimin. Kjo letër është për të informuar se Harvardi nuk duhet të kërkojë më grante nga qeveria federale, shkroi McMahon. Vendimi vjen pas disa muaj shqyrtimi mbi protestat në kampus në mbështetje të palestinezëve të cilat kanë shkaktuar reagime më të gjëra politike. Presidenti SBA Donald Trump dhe aleatët e tij kanë akuzuar universitetet elitare se mbajnë një ideologji të zgjuar dhe se nuk kanë arritur të mbrojnë studentët e brejnë. Deri më sot qeveria ka ngrirë $2.2 miliard fonde shumëvjeçare dhe rreth $60 milion nga kontratat aktive. Harvardi po e kundërshton ngrirjen e fondeve në gjykatë duke argumentuar se veprimet e administratës shkelin garanci të amendamentit të parë për lirinë e fjalës. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.